Pra jeni të obliguar ditët e caktuara, e kush është i semur për jush ose është në udhëtim, pra nuk është pra i obliguar të agjeroj. Pra Allah ka lënë si lehtësim për besimtarin që t'i agjeroj pra ditët e Ramazanit, mirë po nëse është meridan e u ale seferin, fa iddetu min ayamin ukhar, pra kush është i semur ose është udhëtar, atëherë ai lirohet nga agjerimi. Kjo për arsye të lehtësimit. Prandaj Allahu thot Kur'an, lehtësoni dhe mos vështirësoni. Prandaj edhe ky Islam dhe ky Kur'an ka ardhur që njeriu të mja lehtësue e mos mja vështirësue. Mirë po shumë njerëz në ditët e sotme mendojnë se të mos angazhohesh është lehtësim. Si fjala vjen, të mos respektosh orarin e punës dhe të flesh gjumë gjatë orarit të punës, mendojnë se është lehtësim. Mirë pa ajo është vështirësim, për shkak se ti je duke thyer disiplinën e punës dhe jetës tënde. Sepse ka shumë njerëz që ngatrojnë ditën me natën dhe natën me ditën. Prandaj Allahu xhaleshanuhu thot që natën u alam për pushim dhe ditën për gjallërim. Prandaj, kur ngatrohen gjërat, edhe agjeruesi pastaj e ka të vështirë, por edhe njeriu e ka jetën të vështirë. Sepse Zoti ka thënë Kur'an, وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ. E kush i shmanget përmendjes time, unë do t'ja bëj një jetë shumë të vështirë. Sepse përmendja e Allahut i jep alarm mendjes që mendja ta rregulloj veprimtarinë tuaj. Pra, nëse mendja të jep mesazhe, ato mesazhe të tregojnë se si të kesh një jetë të shëndetshme, si të bish me fjet sa po të falësh yatsin dhe të zgjohesh në mëngjes kur bin rrezet e diellit, kur është agimi i parë, pastaj agimi i dytë. Siç zgjohet agjeruesi duke i ra istighfar të Madhit Zot, wa bil ashari hum yastaghfirun, që çohet pra për të bën si fyrin dhe për të fal namazin sabahun. Prandaj, pasi i kryen falënderimet dhe adhurimet ndaj Zotit, ai përvesh mëngët dhe duart për të punuar, për të shkuar në fabrikë, ose për të shkuar në zyre, ose për të shkuar në shkollë nëse është mësimdhënës, ose nëse është nxënës, për të shkuar, ose student për të shkuar në universitet, në fakultet, për të kryer zanatin, i cili zanat i nevojitet për jetën e tij në vimësi. Pra jeni të obliguar ditët e caktuara, e kush është i semur për jush ose është në udhëtim, pra nuk është pra i obliguar të agjeroj. Pra Allah ka lënë si lehtësim për besimtarin që t'i agjeroj pra ditët e Ramazanit, mirë po nëse është meridan e u ale seferin, fa iddetu min ayamin ukhar, pra kush është i semur ose është udhëtar, atëherë ai lirohet nga agjerimi. Kjo për arsye të lehtësimit. Prandaj Allahu thot Kur'an, lehtësoni dhe mos vështirësoni. Prandaj edhe ky Islam dhe ky Kur'an ka ardhur që njeriu të mja lehtësue e mos mja vështirësue. Mirë po shumë njerëz në ditët e sotme mendojnë se të mos angazhohesh është lehtësim. Si fjala vjen, të mos respektosh orarin e punës dhe të flesh gjumë gjatë orarit të punës, mendojnë se është lehtësim. Mirë pa ajo është vështirësim, për shkak se ti je duke thyer disiplinën e punës dhe jetës tënde. Sepse ka shumë njerëz që ngatrojnë ditën me natën dhe natën me ditën. Prandaj Allahu xhaleshanuhu thot që natën u alam për pushim dhe ditën për gjallërim. Prandaj kur ngatrohen gjërat, edhe agjeruesi pastaj e ka të vështirë, por edhe njeriu e ka jetën të vështirë. Sepse Zoti ka thënë Kur'an, وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ. E kush i shmanget përmendjes time, unë do t'ja bëj një jetë shumë të vështirë. Sepse përmendja e Allahut i jep alarm mendjes
që mendja ta rregulloj veprimtarinë tuaj. Pra, nëse mendja të jep mesazhe, ato mesazhe të tregojnë se si të kesh një jetë të shëndetshme, si të bish me fjet sa po të falësh yatsin dhe të zgjohesh në mëngjes kur bin rrezet e diellit, kur është agimi i parë, pastaj agimi i dytë. Siç zgjohet agjeruesi duke i ra istighfar të Madhit Zot, wa bil ashari hum yastaghfirun, që çohet pra për të bën syfyrin dhe për të fal namazin sabahun. Prandaj, pasi i kryen falënderimet dhe adhurimet ndaj Zotit, ai përvesh mëngët dhe duart për të punuar, për të shkuar në fabrikë, ose për të shkuar në zyre, ose për të shkuar në shkollë nëse është mësimdhënës, ose nëse është nxënës, për të shkuar, ose student për të shkuar në universitet, në fakultet, për të kryer zanatin, i cili zanat i nevojitet për jetën e tij në vimësi.